Nis fluturimi I parë direkt ndërmjet Torontos dhe Tiranës, një moment historik jo vetëm për marrëdhëniet mes dy vendeve, por mbi të gjitha për mira shqiptar të diasporës. Për kamerën e NSM TV, udhëtarët tregojnë se është një udhëtim që e kanë pritur me padurim mbi 20 vite. Kënaqësi e madhe, jemi shumë të kënaqur dhe të gëzuar që po udhëtojmë drejt në Shqipëri nga Kanadaja. Ju jetoni në Kanada? Po. Prej sa vitesh? Kemi 26 vjet. Sa e vështirë ka qenë udhtimi drejt Shqipërisë? Vinim në Austri në Vjenë 4 orë ngelshim rrugëve. Kërko getet me radhë, lere që kemi hequr. Duket sikur është një moment historik sot që do jetë një udhtim I parë dhe ju jeni një nga udhëtarët. Si ndiheni? Shumë të gëzuar dhe të kënaqur. Të roj Kanadaja që është një shtet I mrekullueshëm. Kemi 25 vjet këtu dhe në fund u arrit që të shkojmë direkt nga Toronto në Tiranë. Më përpara kishim tranzite, hiqnim picir me orë, me ditë të ndryshme, parat nga linja, po kjo është kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Unë jetoj në Saskatchewan, provincë e Saskatchewan, Regina. Udhtimi nga Regina në Toronto është 3 orë, neve bëjmë një tranzit këtu, pastaj bënim një tranzit në Europë dhe nga Europa shkonim në Shqipëri, kurse tani me një tranzit besoj se duhet më lehtë, duhet më thjesht, është vetëm 8 orë udhtim. Besoj se duhet shumë mirë. Absolutisht shumë krenar. Kjo është një nga ato gjëra që na bën gjithë krenar që e afron Shqipërinë me Kanadan. Ceremonia zyrtare dhe prerja e shiritit u bën në gejtin përkatës, ku do të drejtoheshin të gjithë pasagjerët e këtij udhëtimi të parë. Ambasadorja e Shqipërisë në Kanada, Artemis Malo, si dhe deputeti kanadez Ivan Baker, I njohur edhe për nismën e tij legjislative për shpalljen e muajit të trashëgimisë shqiptare në Kanada, vlerësuan këtë moment si një nga më të rëndësishmit për thellimin e bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe turistik mes dy vendeve. Është emocion, është përgjegjësi edhe është edhe një kënaqësi shumë e madhe, dy shtetet tona do të bashkohen edhe më afër, dhe ky nuk është thjesht një udhëtim, por është një urë lidhëse midis dy shteteve tona për turizmin, për biznesin, për ekonominë, për të dyja vendet. Jam shumë e lumtur dhe uroj që të kemi të gjithë një fluturim të mbarë dhe kur të ngrihem në Tiranë, po ashtu të jemi të gjithë bashkë për të dhënë një ceremoni të bukur. Për shumë shqiptar të diasporës në Kanada, kjo lidhje e drejt për drejt pritet të lehtësojnë ndjeshëm udhëtimet drejt Adeut, duke ulur kohën dhe koston e udhëtimit dhe duke forcuar lidhjet familjare e kulturore. Është vërtet ditë historike për ne, po sidomos për komunitetin shqiptar që të reduktojnë vitet e gjata në aeroporte, që të kenë mundësi të lëvizin shumë më lehtë dhe më lirshëm. Shpresoj që edhe më lirë lëvizja direkte nga Tirana në Toronto dhe kjo do të jetë mundësi sidomos edhe çarkullimit biznesit, edhe mundësive s'ka problem, edhe mundësive tjera që do të krijohen pas kësaj lidhje. Për neve si përfaqësues të Kosovës së Shqipërisë, vërtet kjo është diçka emocionale, sepse po ja ofron vendet tona me Kanadën. Ka qenë një vit pune, një vit negociata, një vit komunikime dhe bashkëpunim qoftë me shefin për negociatorët e transportit ajror dhe me qeverinë kanadeze, po edhe me Air Transatin. Është një vit që sot në fakt e finalizojmë me shumë sukses, me një avion të mbushur plot, edhe me shumë njerëz që po rikthehen qoftë edhe për pak javë familjeve të tyre, po edhe në një lehtësi më shumë edhe për të vizituar prindrit, familjet, po edhe familjet e tyre për të ardhur për vizituar Kanadën. Shpresojmë shumë që të rezultohet dhe të jetë po aq i suksesshëm që gjithë periudhës që do të jetë vitin e parë do të jetë deri në nëntor, po edhe në një mënyrë që të na ndihmojë për të pasur më shumë shkëmbime, qoftë vizitash, qoftë në aspektin ekonomik, turizëm, po edhe aspekt tregtar dhe shkëmbime akademike pse hapi radhës. Air Transat do të ofrojë këtë linjë një herë në javë deri në fund të sezonit të verës. Fluturimi operohet me një Airbus A330-200 me kapacitet rreth 350 vende. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 60.000 udhëtar udhëtojnë çdo vit mes Shqipërisë e Kanadas, kryesisht për arsye familjare, turizmi dhe biznesi. Një kërkesë që deri tani plotësohej vetëm me fluturime me ndërprerje, kryesisht nëpërmjet qyteteve si Roma, Frankfurti, Londra apo Varshava.